fushat zotit Rama për të bërë replika të tilla dhe të fokusoni tek platforma qeverisë, duke parë se fokusi i është gjithmonë tek këto çështje dhe jo tek premtimet që bëni ju. Unë janë dy gjërat pa krahasueshme. Basha u vu në funksion të tij një lloj si brava me Chilsin, kurse ai Ilir Vrenozi ishte epik. Ai zhvilloi një betejë si Davidi me Goliat. E klaposi Ramën, e dërmoj. Mos e pyet, nuk ka marrë kush përgjigje publike më të trisht, po të them të vërtetën dhe më poshtruese, se shkon me atë mentalitetin anadollak që ta blej atë. Ku kon blej këtë, do ta blej edhe këtë unë. A e dha një përgjigje që ka Edi Rama, po ku t'ja japish? Se do të kesh turp që të turprohesh, ky s'ka turp. Megjithatë, Vrenozi është faktikisht stari i kësaj fushate, të themi të vërtetën, sepse Vrenozi përfaqëson qytetarin. Qytetarin me hallet e tij, po që nuk shitet. Nuk shitet. Imagjino ti se çfarë oferte do i bënte Rama atij, sikur ti shkonte në atë podcastin e tij. Kështu që Vrenozi është stari i kësaj fushate dhe e përgëzova në Korçë, e përgëzoi prap, po Ramën e poshtroi. Pa aq sa ndje Rama poshtrimin. Zoti Berisha, Mariklen Kume nga MCN. Kundërshtarët tuaj politik